Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni kishte arritur nivele të papara. Alba, e vendosur dhe e nxehur, ju drejtua fjollës me një të folur të prerë dhe të vendosur. Ti je spion. Vetëm sojinët e tradhtarët janë si ti. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një fyerje, ato ishin një paralajmërim i hapur dhe i fuqishëm se ajo nuk do të toleronte sjellje që e perceptonte si mashtruese, manipulatore dhe të rrezikshme për atmosferën brenda shtëpisë. Alba nuk ndali këtu. Fjolla duhet të jetë jashtë shtëpisë së Big Brother, shtoi ajo, duke bërë të qartë se nuk ishte një debat i zakonshëm mes banorësh. Për Albanën, sjellja e fjollës nuk ishte thjesht një karakter i vështirë apo një strategji loje, ishte një element destabilizues që vazhdimisht krijonte situata ku banorët përplaseshin. Tensionoheshin dhe ndiheshin të shqetësuar, të gjithë banorët e tjerë mbetën të shokuar dhe të tensionuar nga intensiteti i deklaratës. Atmosfera ishte e ngarkuar, duke reflektuar se çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo perceptim ka rëndësi të madhe brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Fjolla, përballë akuzës, nuk mund të shpëtonte nga tensioni, shikimi i Albanës dhe serioziteti i fjalëve të saj e bënin situatën të ndjeshme dhe të papritur. Alba e përshkroi sjelljen e fjollës si diçka që nuk mund të tolerohej më. Një model që shkakton konflikte dhe përplasjen, duke ndërthurur intrigë, thashetheme dhe tension mes banorëve. Ajo theksoi se brenda një ambienti të mbyllur dhe të regjistruar 24/7. Çdo veprim dhe çdo fjalë ka peshë, dhe kur ato përdoren për të manipuluar ose krijuar situata konfliktuale, duhet të ketë pasoja. Banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje këtë përplasje. Disa ndiheshin të shqetësuar, të tjerë të intriguar, por të gjithë ishin të vetëdijshëm për fuqinë e fjalëve të Albanës dhe për rëndësinë e situatës. Kjo nuk ishte thjesht një konflikt personal, ishte një pasqyrë e dinamikës komplekse të lojës dhe e ndikimit që një banor mund të ketë mbi të tjerët. Alba tregoi vendosmërinë.